plosë. Okej. Ledio, bëjmë një xhiro në lobi, kemi njoftime të reja sot nga lobi, kemi lajme interesante dhe rikthehemi pastaj prapë me kullën. Ikim lobi, Ledio, urgjent, sepse ç'na thot lobi? Lobi na lajmëron që sezoni veror është duke ardhur miq. Dallohet në fakt, marsi ka qenë një nga muajt më të bukur e këtyre viteve të fundit. Nuk ka pas ndonjëherë pas një shiu të tmerrshëm janar shkurt, marsi ka qenë një diell brillant, temperatura nuk ndryshon fare, pa erë, pa gjë, perl. Një perl. Është duke ardhur sezoni veror pra dhe Lobby Home ka lançuar oferta në koleksionet outdoor. Por ju që dhe për mua që zim anglisht, outdoor do me thënë, por këtë e shikoni këtu, pra për gjëra që i vini jashtë, në obor, që ose keni shtëpi kështu ose në balkon. Pra për mobilje që rinë jashtë, jo brenda shtëpisë. Relax, stil, komoditet për hapësirat tuaja të jashtme, rezidenciale ose komerciale, bare, restorante apo hotele miq. Shezlongu për shembull. Ja ky shezlong shikoni këtu, kushton vetëm 125 euro. Perl. Ose një set tavoline plus 2 karige. 129 euro. Pyta. Ose set relax. Set relax 469 euro. Pa pare pa dëgjuar te lobi. Urgjent. Ja ta thot minus 20%. Urje pra deri në 40% në një gamë të gjerë modelesh. Lobby Home e gjeni ose në krah Tegut, ose në krah, më mirë në krah të BKT-s tamam. Fiks po. Rikthehemi prapë me kullën Ledio dhe plasës fabula numër 2. Dhe gjithë problemi kulla është ekonomia në këtë rast botërore. Ormuzi vazhdon të jetë i bllokuar, francezët janë duke negociuar. Jo vetëm i bllokuar, po i minuar, që është më keq. Ka filluar minimi apo akoma? Ka filluar? Mbi 5.000 mina ka menduar. Seriozisht e ke? Iu kjo puna atëre. Mbi 5.000 mina detare. Iu kjo punë. Arma më e fuqishme e Iranit është nafta dhe gazi atëre. Do të sa të dëna? Po me zi pres. Prit, është ti apo. Ke kompania Total Energy minus 24%. Totali është kjo francezja? Po. Ke Exxonin minus 20%. Ke OMV-n minus 18%. Ke British Petroleum minus 12%. BP-ja? Ke Shellin minus 7%. Shelli ka rënë më pak ulla, a? Po. Do me thënë... Shelli, se lezishë më Shell. Përveç çmimeve që ju i dini gjithë, do me thënë që 120 sa ishte tjerë, ke rënjen e prodhimit dhe të shitjes në treg të Arabisë Saudite, Irak, Emiratet dhe Kuvajtet, minus 6 deri në 7 milion fuqi në ditë. Minus 6 deri në 7 milion fuqi në ditë. Ke goditjen me dron jemenit të puseve të naftës në Arabi Saudite, goditjen e rafinerive në Emiratet, cilat prodhonin deri në 900.000 fuqi në ditë, dhe është çështja e rezervave të gazit edhe të naftës. Për shembull, Britania e Madhe, rezerva gazi ka vetëm për 2 ditë. Se Britania është në luftë edhe me Rusinë, s'ka ku ta marrë, kupton? Qartë. Dhe duhet ta marrë nga Amerika me çmimet që janë dhe shumë. Dhe rezervat e naftës së Bashkimit Evropian shkojnë nga 82 deri në 90 ditë. Nga ky moment. Nga sot që po flasim. Po. Në fakt është nga para 2 ditësh. Turqia për të siguruar aftësinë e vet të naftës dhe të gazit në këto ditë dhe për të mbajtur industrinë, ka konsumuar nga fillimi i luftës deri tani deri në 13 miliard dollar dhe ka një rezervë neto 79 miliard dollar akoma për të konsumuar. Pra që nuk kuptohet, nëse lufta vazhdon kështu, pas një muaj diçka Turqia ka përfunduar edhe rezervat e fundat të saj financiare. Ndërkohë, Izraeli ka shtuar buxhetin e vet të mbrojtjes për këto ditë me 13 miliard dollar të tjera. Sepse kosto e kësaj lufte, siç ta kam thënë, është 1 miliard dollar për Amerikën dhe Izraelin, në ditë 1 miliard dollar në ditë dhe për Iranin. Që do të thotë që nëse kjo punë vazhdon kështu, përveç se duhet të mendojnë se si të nxjerrin naftën, gazin, çmimet e tjera, duhet të mendojnë edhe për rezervat strategjike që mos ndalohet makina industriale.
Pra, ai veprimi që ka bërë sot Amerika për të thënë rusëve që hajde merremi vesh që të marrë naftë dhe gaz nga ju. Si të marrë Amerikanët naftë dhe gaz nga Rusia? Po, naftë, morën vendimin ata, që i hoqën sanksionet nga Rusia, mund të marrin deri 100 milion fuqi në ditë. Amerikanët vetë? Amerikanët vetë. Po sepse ki parasysh para se... Po përpara merrnin nga Rusia Amerikanët? Para se ishin sanksione. Jo, para sanksioneve. Para sanksionet po. Po tash me sanksionet, dhe tani çështja është janë rritur dhe çmimet, dhe tani Trumpi që ndaloi rënien e çmimeve, sepse nga para fillimit të luftës, për shembull, para fillimit të luftës, inflacioni në Amerikë ishte 0.4%. Pas 2 javë luftë, inflacioni ka shku 4.2%. Po si ka mundësi që Trumpi doli sot dhe tha që... Trumpi tha dje ne do ta fitojmë luftën qoftë edhe me koston e rritjes inflacionit. Jo, po sot ka thënë tjetër gjë më kur. Po mirë, nuk është fajim që ai thotë. Po ta them çka ka thënë. A mund ta them çka ka thënë? Po patjetër. Ai tha sot që për ne është mirë, tha, në këtë situatë se na ulën çmimet tha të... Jo, nuk tha na ulën. Po e pa shumë të rëndë. Kompanitë tha tona, tha, mund të fitojnë lek, tha, me rritjen e... sepse Amerika është eksportuesi i tretë në botë. Por problemi është se është sistemi industrial, që është zinxhir. Edhe nuk ndalon... Ti thua Amerikanëve vetë, do shtrejtojnë ky galloni, që e quajnë gallon ata. Po nuk është vetëm galloni, është gjithë sistemi, sepse ki parasysh të qanë me shtrëntimin e naftës shtrëntohet transporti botëror. Me shtrëntimin e transportit shtrëntohen gjithë mallet e tjera. Janë zinxhir të lidhura gjërat. Këtu kush e ha goditjen, dhe do me thënë nga ajo që unë pash në Baku, pata janë 2 biseda shumë interesante, mbrëm isha me ca miq që më ftuan për iftar për shembull. Është e qartë që këtu ka një tentativë të Iranit, të Rusisë, të Kinës dhe të aleatëve të tyre që ta zbrapsin perëndimin nga linja e mesme, pikërisht për shkak të lëndëve të para, të naftës dhe të gazit, se ky është rajoni më i pasur i botës. Po ndërkohë thonë vetëm 20% e transportit botëror kalon këtu akulla. Pjesa tjetër nga kalon. Po se shkon pjesë të tjera të botës, po 20% që çan shkoni gjithë në Kinë dhe në Indi. E ki parasysh që sot motori kryesor industrial i botës është Kina dhe India. Po mi, Kina dhe India si janë tani me këto? Kam probleme ato? Se kinezët kalojnë atje. Irani ja shet nga këto portet që ka. Irani vazhdon i shet Kinës. Por, unë vazhdoj të them që qëllimi strategjik i kësaj lufte, arsye pse kjo lufte u nis, është që të ndalet mundësia që Irani të lidhet me tuba gazi dhe nafte me Kinën, dhe cilët kalojnë nga Afganistani. Kjo është arsye pse pikërisht në këtë moment ka filluar dhe një luftë mes Pakistanit dhe Afganistanit. Pra, s'ka kjera, pas 2 javëve luftësh, lajmi që mund të t'jap është kjo. Lufta nuk do ndaloj, palet po përgatiten për javë dhe për muaj të tërë luftë, dhe shumë vende tjera, cilët nuk janë përfshirë deri tani, po përgatiten për luftë direkt. Tani të gjitha këto që the deri tani Kulla, që ishin shumë interesante, të gjitha ato shifra që lexove, të lutem, mund të mbledhësh në pak fjalë për njerëz të thjeshtë që si kuptojnë se gjithë ato 17 milion këtu, 20 milion atje, kaq ngritja këtu, kaq ato, në fund çfarë, në trurin e njeriut, Kulla, mbetet një gjë abstrakte. Si përkthehet kjo në jetën e përditshme të europianëve për shembull? Europianët... E zëm, me që jemi në këtë rajon... Europianët blenë makina elektrike, ose të shkojnë ta lusin Putinit, po ja shiti Putini me çmimet që do Putini dhe me rubla. Unë jam gati të bashkëpunoj. Me çmimin që do Putini dhe me rubla. Edhe me heqjen e sanksioneve. Pse ka kushte me rubla? Sigurisht. Dakord. Pra, Europianët o do bëjnë këtë gjë, ose do kalojnë komplet tek... Ose do marrin nga Amerikanët, tani që do kaloj... Po nga Amerikanët, po, nuk e se është ka që shpejt kjo gjë, kanë emergjencë, në qofë se rezerva është 85-90 ditë. Ti do 120 ditë që të vinë nga ne janë një. Si përkthehet kjo, për shumë në jetën e shqiptarëve, do vi një moment që do ngrihet, sa do ngrihet nafta dhe benzina këtu? Unë se di sa do ngrihet, po do ngrihet si që është ngritur. Deri tani është ngritur, jo? është ngritur. Sa është ngritur? S'dihet gjë. Ngritur diku me 200 lekë të vjetra. 15%, 20% është ngritur. 200 lekë të vjetra. Dëgjoj, Kulla. Pra, ndoshta, cilat janë modelet më falë? Të makinat elektrike që thot varësi drejt për drejt nga Kina. Po ka përshtypjen se edhe industria... Por problemi është sistemi industrial, se ti çështjen e makinave të zgjidhjes, sistemi industrial është o do e marrësh nga Rusia, pastaj ngelet Algjeria dhe Shqipëria që kalon tapi. S'ke shumë... O Kulla, pra... Sasi tona edhe të Algjerisë dhe Shqipërisë... Atëre i bie që Franca që mbështetet më shumë te energjia nukleare, është i vetmi vend që ka energji nukleare shumë të zhvilluar, mund të rezistoj pak në këtë situatë pak më mirë, se thua, më shumë. Po në një aspekt. Në një aspekt, po flasë naftat e gazit. Po në një aspekt të gjës.
Në një aspekt të gjithë. Do me thënë, nëse ne marim si rekord atë që ndodhi pas luftës së Ukrainës, që çmimet tërbuan, ki parasysh që në 2022 filloi lufta në Ukrainë dhe filloi rritja e çmimeve, inflacioni u çmend etj. Dhe për 3 vjet ndryshoi gjithë klasa politike në Evropë dhe në Amerikë. Ikën gjithë liderat, pra në Itali nuk ishte Meloni, erdhi Meloni, në Britani u ndryshun 4 kryeministra. Qartë. Në vetëm ky Francës, po edhe në Francë ky ka ngel me 6% se zgjedhjet i kanë fituar ata të tjerë, domethënë në Gjermani ikën gjithë ata që ishin kanarë të tjerë me radhë, domethënë. Këtu nëse vazhdoni njëjta gjë, Çfarë do ndodhi? Këtu do të vazhdojë ndodhi, pra do ketë destabilizim në tregun edhe ekonomik edhe politik, dhe në fakt kjo është arma më e rrezikshme që ka Irani, domethënë nafta dhe. Prandaj dhe kemi këtë titull sot. Po mirë kulla. Burim tjetër alternative Europa, po themi. S'ka. Përveç Rusisë. S'ka, është Algjeria. S'ka. Algjeria mund ka një sasi të vogël e çoni ashtu, po domethënë nuk është ashtu, sepse shiko, Evropa bëri vetvrasje me Libin, no çan, sepse ishte Libia, mjaftonte Libia të jepte gjithë, por ty të kujtohet si e vran Kadafin dhe si e sakatun Libin. Kështu që Libia nuk e sjell më. Kështu që ngelen burimet e Enit në Egjipt. Eni është kjo italiani. Po, është multinacionale italiane dhe merr një rol shumë të rëndësishëm Tapi. Sot pa Tapin, po Tapi është gjë e vogël, më thanë mua. Po e vogël është, po prap i jep një lloj oksigjeni. Dhe është Rusia dhe pastaj SBA-ja. Cilat janë vendet? Nigeria që mund të. Më thuaj cilat janë vendet sot në botë, duke përfshirë dhe Europën, që nuk preken nga këto anë të rrezikshme, të tmeshme që ka Irani këto momente që ka bllokuar naftën dhe gazin. Cilat janë vendet që nuk preken? Ose që preken më pak? Ditë më thuash? Shumë pak janë. Kina preket? Kina preket shumë. Ekonomia kineze. Po pse preket përdesa me Kina ta vazhdojnë? Po preket sepse Kina do i reduktohet, e para rritet çmimi, e dyta i reduktohet sasia. Po rritet çmimi, është rrit shumë çmimi në tregun ndërkombëtar dhe për Kina. Kina, India, po. Preken. Po kush e rrit çmimin më kulla? Irani e rrit? Tregu. Po fal, e marrin nga Irani naftën ata. Po e marrin nga Irani, po Iranit ata, kjo është ideja tash. Iranit ata duhet i paguajnë atë faturën për $1 miliard në ditë që Irani të vazhdojë luftën. Sepse nëse Iranit ata s'ja paguajnë atë faturën për $1 miliard në ditë bashkë me Rusinë, Irani ngritet duart, falimenton. Se Irani ka probleme të rënda ekonomike. Kjo ishte edhe arsye pse çdo regjimi. Po Irani vetë tani preket nga kjo kriza e naftës dhe gazit kulla? Jo, nuk ka. Si ka mundësi? Ata kanë naftë dhe gaz, kanë pafund. Çështja është, ata kanë naftë dhe gaz, është një nga vendet më të pasur. Irani ka problemin e monedhës, por tash që janë në luftë, gjithtu historia është çfarë do ndodhi, kush do paguaj faturën çan. Pra, nëse në anën Amerikë, Izrael, Sauditët dhe vendet e gjirit marrin përsipër të paguajnë faturën, dhe kjo është arsye pse Irani po i godet ata, paguajnë faturën e luftës duke ndihmuar, duke bler borxhin e jashtëm të Amerikës dhe duke ndihmuar në mënyrë indirekte Izraelin. Në anën matanë është Kina dhe India që ndihmojnë, edhe Pakistani që ndihmojnë Iranin. Po luhet një bas shumë i madh, në mënyrë të veçantë, nëse Kina heq dorë nga, prandaj unë pres që një moment i mundshëm i zgjidhjes krizës mund të jetë ai takimi pas një muaji. Po do vej Trumpi në fund të marsit. Trumpi në Kinë. Jo, është mbyllur ajo, dakojzin. Por nëse, po mirë, nëse bëjnë marrëveshje se takime mund bëjnë, po ç'është. Po cila është marrëveshja që mund të jetë? Se di, ta shohim. Ajo gjë që di të them është që kjo ç'është kjo që shohim këtu valla, ma shpjegon? Çmimet e naftës, aty tregon sa mbriti në 2022 nga lufta, mbriti kulmi $110 për fuqi. Lufta në Ukrainë. Po, dhe tani ka shku direkt aq, është $110. E kapi prap, njëtin e prap, po atëherë u dhe shumë kohë këtu e kapi për një, shisi është si rritet e vektorit. Dhe tani problemi është që përveç se çmimit, duhet të garantosh sasitë, rezervat strategjike. Kjo është arsye pse G7 u imponua të nxjerrë rezervat strategjike, por prap nuk mjafton që të ndalosh ngritjen e çmimit. Po këto vende si Arabia Saudite, Emiratet e këto për shembull, janë në krizë tani për punë apo ato? Po janë se s'po shesin çan, tash janë minus 6-7 milion. Ata nuk po shesin, jo se s'kan naftë ata. Jo, ata kanë pafund, po ata s'po shesin. Arabia Saudite duhet ndërtoj naftsjellës dhe gazsjellësin nga Katar, të dalin detin e Kuq. Datën e Kuq. Dhe e kanë një gjë ata atje, por është një gjë e vogël fare. Kanë ata burime atje, por janë krahasime me burimet që janë këte, janë vetëm 10%. Dhe ka edhe një problem tjetër, puset duhet të mirëmbahen, ndryshe prishen. Bravo. Edhe pra po nuk u punuan prishen. Pastaj janë sulmuar rafinerit.
Se nafta, përveç që është krudo duhet shitur ashtu, janë dhe rafinerit. Dhe në Kurdistan, për shembull, janë goditur edhe puset edhe rafinerit. Dhe situata në Kurdistan është shumë e rëndësishme, për shembull. Por rregulla, një pyetje idiote. Se në Kurdistan po luftojnë peshmergat kundër këtyre peshmergat që janë kurdët, kundër këtyre proksit të Iranit, kundër shijave të Iranit që janë këto organizatat lokale atje, dhe po kthehet në një lloj lufte civile, kupton? Dhe ato sulmet që bën kundër bazave amerikane atje dhe këtyre ku vra francezë dhe këta italianët, në fakt ato nuk po bëhen nga Irani, ato po bëhen nga këto proksit e Iranit. Nga proksit e Iranit. Se si quhet kjo, Al-Kaft kjo që goditin e Erbil. Al-Kataebi. Jo, Al-Kaft e kishte në fund. Kaft. Al-Kaft, se pa shumë ditë e francezët, nuk e mbajmë tani atë emrin përpara, po e dyta e ishte Al-Kaft. Dhe këta janë shiit iraken, të krijuar në 2019 si celul dhe të aktivizuar pikërisht tani. Shiitët iraken qanë i krijoi Amerika kur rrëzoi Sadamin, atëherë edhe aftë pushtetin. Pa ta edhe pushtetin. Dhe Iraku kthye në një zgjatim të Iranit. Kjo është histori, nuk është opinion, kupton? Dhe kjo është arsyeja pse ata kontrollojnë Irakun sot. Dhe të vetmit që nuk janë në kontrollin e tyre janë kurdët në veri, po kurdët pasi u tradhuan në Siri, dhe e kemi diskutuar këtu që kurdët ushin, kurdët nuk kanë asnjë besim te Perëndimi. Se thonë ju na shitët në Siri në momentin e parë, se kurdët në një anë kanë hallin e Turqisë. Në anën tjetër tash kanë përballë Iranin, në anën më tan kanë këta. Ishte kapur prapë tani nga këto të NATO, sistemi anti-aerori NATO si një gjë në Turqi. Çfarë po ndodh atje? Po godasin Turqi? Është goditur 3 herë baza e Incirlikut. Sepse është baza amerikane? Baza amerikane. Pra nuk po godasin Turqinë, pra godasin bazat. Baza e Incirlikut, po 3 herë ka reaguar sistemi. Po pse baza e Incirlikut është? Se ka një pse. Incirliku për ata që nuk e dinë nga gjeografia. Në Turqi është këtej, nga pjesa aziatike afër, jo shumë larg nga Siria dhe Iraku. Domethënë është baza nga ku nisën avionët atëherë për të bërë grushtin e shtetit ndaj Erdoganit. Dakor. Arsye pse Erdogani akuzonte amerikanët për 10 vjet përpara. Dhe baza e Incirlikut është një bazë historike strategjike për amerikanët dhe por mendohet që është një bazë që ka armë bërthamore dhe kjo është arsye pse palët janë të shqetësuar. Ka 30 bomba bërthamore, më thonë Incirliku. Po pra. E the përpara. Ua, ça perle je. 30 bomba bërthamore. Po. Dhe çështja është. Dhe duan ta godasin atë? E kanë godit 3 herë dhe këta e kanë prit me raketa. Po nëse për shembull këta arrin ta godasin atë, cilat janë pasojat kulla? Se kanë ai pasojë, se ato janë të mbrojtura. Çështja është që ata i tregojnë janë ne ju godasim atje ku ju e ndjeni veten të fortë. Shikon, në të gjithë të histori, ne fotografojmë një panoramë që shumë vende, unë jo, domethënë, kam qenë i qartë që në fillim fare, shumë njerëz dhe shumë vende kanë mbretësuar Iranin. Kupton? Jo që ka thënë që gjithkohë Irani është. E kanë mbretësuar. Në fakt, Irani ka... Ç'është kjo harta? Kjo është harta e Iranit e këtyre minoriteteve, etnive. Qartë. Ja ta shpjegoj unë hartën si janë. Ata lartë që i ke me jeshile aty janë kurdët. Me jeshile apo me këshu bëjqill? Ata frojmë të të tërgoj nga afër? Nuk bëhet këtu pas, e mësuar atiti dhe ajo TV-ja di unë, se kriesh atje. E ke atje, ata me jeshile në të majtë aty që janë këshu si kafe, ata janë kurdët. Me jeshile lartë, po. Ata lartë me të kaltër, ata janë azerës, se ka një numër të madhë azerës në... Azerët, po. Gjitha jo zonë malore. Se është kufim me Azerbajxhani, po. Pastaj këtu poshtë ke një zonë aty që janë arabët, që janë afër Kuvajtit ata të kuqe aty. Në të kuqet? Po. Po? Pastaj ke këtu poshtë prapë ke arabë këtu poshtë. Me çan ngjyre, më thonë ngjyrën? Është kështu si e kuqet ajo, arabët ke me të kuqe. Po? Pastaj ke prapë këtu këta arabët këtu poshtë me të kuqe që vjen afër Bandar Abbazit, afër përballë Dubajit. Pastaj ke Baluçët janë këtu, janë... Po Baluçët janë më gulla? Baluçistani është një rajon i madh që është edhe në Pakistan. Njihet si shtet jo? Jo, kërkojnë shtet pavarur ata. Dhe kjo është arsye pse Pakistani ndihmon Iranin që të mos çajnë, sepse Baluçët kanë bërë dhe shumë sulme terroriste. Për shembull, e di pse janë të famshëm Baluçët. E kanë sulmuar shpesh Garden, kanë bërë sulme terroriste, kanë bërë Argjenal për vite, po. Dhe kanë pas bashkëpunim shumë fort me CIA-n edhe me Mossadin për vite. Por ndërkohë, Khalid Sheikh Mohamedi, që është ai kuvajtiani që akuzohet si përgjegjësi për sulmet e 11 shtatorit, se Osama Bin Laden ishte, si me thënë, lideri shpirtëror, po ai operativi që është në burg përjetshëm në Amerikë,
Ai ka jetuar gjatë në Baluchistan sepse ai kishte nuse nga i rajoni, se ishte kuvajtian, edhe nipat e tij janë edhe ata, nipat e tij, pra djemtë nipat e gruas më saktë, janë ata cilët komandojnë atë ushtrinë lokale çlirimtare të Baluchistanit dhe janë konsiderohen terroristë edhe nga Irani edhe nga Pakistani. Dhe ata mendojnë që mund të hyjnë në një luftë mundshme. Ma thuaj edhe një herë ngjyrën e Baluchistanit? Ngjyrën, çfarë ngjyrë është? Poshtë. I shef ta jeshile. Jo, më thuaj ngjyrët. Që shkon nga Pakistani, po ngjyra për mua se dalloj mirë si është ajo. Është ngjyrë si ngjyrë kafe këtej nga këto djathtë. Që është e fundit fare. Lexon Baluç. Dakor. Okej. Dhe pastaj ke këta sunitët atje lart afër Afganistanit që janë pak taxhik, pak turkmen edhe pak kurd. Dhe pastaj lart atje afër detit Kaspik ke edhe pak armen të cilët janë të krishterë. Ka një si të vogël, ja ku e ke. Ta nëzori këtu, po. Këtu po, ja vlendet. Po. Bravo. Edhe ja ku është. Atje lartë ke kurdët, atje ke azerët, ke armenët. I këtë kulla, Ledio. Ke armenët, aty lartë ke prapë. Ja, tani kulla mund të shkosh atje. A të shkoj, Ledio, kullat e kap dot? Po. Aman më burë, se ky ka qef shumë të ngrijet, ta tregojmë. Është shumë interesante. Edhe më kujdesu kullat e kjo. Ja ku i ke. Tashi shumica e territorit tu... Për një sekund të kapi Ledio, kullat se nuk je, po tani je. Shumica e territorit janë Persë. Ka dhe Yazid, ka dhe kështu, se janë këto etnit e vogla. Tu pastaj ke Turqit, ke Kashkaj. Vetëm do rish anash që të shofi njerëzit. Tani ti mos ri për balla sa i tregon. Ke kurdët, ke azerët, ke armenët, ke rashidët. Ik më lart Ledio. Ke këta që ta i thrasin lurs, ke këta arabët... Baluçët, ku ishin baluçët, se ta më përqenë si emër? Baluçët i ke këtu. Janë këtu. Rajoni ma fare, këto që shkon këtu. Dhe baluçët janë kufime këtu, me Pakistanin. Me Pakistanin. Janë e Pakistanin. Dhe pastaj ke këtu poshtë prapë arabët. Po. Dhe... Tani t'i gjokulla, ri pak atje poshtë, ç'është ai ishull i vogël poshtë arabëve atje, se atje më duket duan të zbresin amerikanët me trupa. Ky është një ishull iranian. Jo, pa ish ishull i thonë që duhet zbresin amerikanët pra, se ati janë gjithë të naftës. Po, s'janë të naftës, ky është një ishull shumë i militarizuar, edhe këto ishull tu janë të militarizuar. Po, aty pra është minuar e gjithë zone, janë 5.000 minat. Mirë pra, po, kjo që më the ti, kjo komanda e marinsave që pritet të zbresin... Sentkomi, këta 5.000 vetat që... Ledio, asnjëherë profil, Ledio, se është një tmerr, të lutem. Sentkomi. Po, komanda... Tani, këta ulukulla, je i maf. Lere këtë hartë, Ledio, se shumë e bukur, dhe mbrapa me. Tani këta kulla, me sa po të gjëon të francezët, nuk është se kanë tërmën të zbresin në këtë, në teritorin e... Pra duhet zbresin një ishull. Po si do e bënë? Ky është plani po bënë me Izraelin, pra. Si do e bënë, se ata i quan njët atje, e quan aeroplan bajtëse, dhe pas ta i larguan sepse aeroplan bajtëse u sulmua disa herë. Ky është problemi që sistemet amerikane funksionojnë shumë mirë në gjujtje, po nuk funksionojnë në pritje të sulmeve iraniane. Do vazhdojmë. Kjo është dobësia dhe Iranit dhe Izraelit, po në përgjithësi e perëndimit. Në këtë luftë kuptuan që pas kanë harxuar shumë para për të sulmuar, pas kanë harxuar edhe shumë. I bie që ti thua i bie që Trumpi të dështojë më. Jo, pra unë po të them që janë në një pikë që as amerikanët s'mund dështojnë, as izraelitët s'mund dështojnë, por siç janë as iranianët nuk mund të humbin. Prandaj unë them që zgjerimi i luftës rrezikon luftën botërore, se në një moment caktuar, nëse kjo gjë vazhdon kështu, një nga këto palë do përdorë armën bërthamore, ta kesh nga unë domethënë. Extension du domaine. Nuk mund të humbin amerikanët. Kjo punë s'ka dyshim. Por fitoria do të jetë me kosto shumë të lartë. Dhe një ndonjëherë izraelitët nëse humbën, Izraeli zhduket se rradhë, kupton? Por edhe iranianët. Zhduket më? Zhduket më, është vendi i vogël Izraeli nëse humb. Si do zhduket okulla? Nëse humb... Po çdo më të zhduket? Zhduket më, do i fillojnë problemet e brendshme, se çka kujton një luftë e tillë, kjo është kësaj radhe, po ne rrezikojmë luftën botërore, sepse kemi hyrë në një rrugë dalje pa kthim. Pra, ai ky Mojtaba, ky i riu që u zgjodh djali, po. Ky sot tha një shprehje që unë e ndoqja me shumë kujdes. Çfarë tha? Atje sot mëngjes në Baku po diskutojnë. Ky tha, qëllimi ka qenë ndarja e vendit tonë. Pra, çarja, ndarja e vendit tonë. Ki parasysh që Irani është një vend që s'ka ndryshuar kur kufit për 500 vjet. Po. Pra kemi hyrë në një luftë
ku asnjëri nga këta nuk mund të humbë. Amerika jo. Izraeli nuk mund të humbë sepse kësaj radhe nuk rrezikohet vetëm koka e Netanyahu-t për burg e këta tjerë, por rrezikohet i gjithë vendi në ekzistencë. E kuptova. Por edhe Irani ka të njëjtin problem. Kështu që o do ketë një palë tjetër e cila negocion në një tryezë tjetër, pra do ketë një zgjidhje. Kina. Se di. Atje pra është. Unë mendoj që Kina bashkë me Rusinë dhe bashkë me Indinë po përdorin strategjinë dhe do paguajnë Iranin luftë në mënyrë që të zbrapsin perëndimin nga gjiri persik, sepse aty ndodhen gjithë rezervat e naftës dhe të gazit. Pra, arsyeja e kësaj lufte, arsyeja e vërtetë e kësaj luftës, në fakt nuk është rrëzimi i regjimit në Iran. Është shpërbërja përfundimtare e Iranit, edhe pse duhet thënë që Irani në mënyrë të vazhdueshme për 25 vjet e ka destabilizuar gjithë rajonin me proksit e vet. Dhe ka mbjell luftë në gjithë rajonin. Kryeministri shqiptar e shpalli shtet terroriste, mora vesh, organizat terroriste. Se dia ka shpallur apo jo? Mirë. Dori Mëllalemi zyrtar. Se dia ka shpallur apo mora vesh që do bën një rezolut për këtë gjë? Po, pra. Po për mendimin tim Po kjo vlen kjo kulla kjo e Shqipërisë shumë që e shpall Iranin. Jo, për mendimin tim ne me Iranin domethënë e kemi shpallur terrorist nga momenti që ne mbyllëm ambasadën e Iranit. E di po ç'është kjo atëre është? Ç'a është kjo është? Po shiko, ky është një veprim politik, duhet kuptosh një gjë, në një luftë globale si kjo që po ndodh, Shqipëria është mbetet kjo në anale diplomatike mbetet. Shqipëria mori këtë vendim. Është një vend i vogël dhe shumë modest në gjën e vet. Dhe i vetmi veprim që mund bëj është një veprim politik, se veprimi ushtarak ne s'mund bëj. Po pikërisht pra kjo mbetet domethënë. Po sigurisht është një veprim politik. Shkon në vesh administratës Trumpit dhe thon bravo. Jo, i mënçu, shiko, nuk është se besoj ka shumë lidhje më shumë me administratën e Trumpit se sa me lobin hebre në SBA. Që është shumë i rëndësishëm dhe shumë sensibël në këtë moment. Po pra. Po është më thellë se kaq. Shiko, Rama ka pas gjithmonë një avantazh në krahasim me pjesën tjetër të politikës shqiptare. Ka njohur rrethet e nëndeshme të pushtetit, ato të cilat nuk janë publike dhe komunikon me ta. Dhe kjo është një mënyrë për të komunikuar, sigurisht në një moment jo të mirë për të politikë brenda, jo të lehtë, si më thënë. Por, ta thash dhe herës tjetër, nga kjo pikpamja Shqipëria është rreshtuar në mënyrë të drejtë, geopolitikisht. Tash sa efekt do të ketë kjo gjë, këtë unë nuk e di dhe s'mund të ta them. Kullasë, më vjen dhe një pyetje këtu te QR kodi, që bën pyetje njerëzit. Më thonë, Çani, të lutem, kam një pyetje për Kullën. Pasi të bën komplimenta për kollaren, kollarja është shumë e bukur sot në fakt. Po. Komplimenta për kollarën, thotë, dhe i ngjan tek kësaj, thotë, nuk e di se pse i ngjason me QR kodin, me atë kutinë atje. Thotë, kam një pyetje për Kullën, thotë, mos ndoshta, a është i mendimit Kulla tani, thotë, që kryeministri shqiptar, të vështire kam, po do ta bëj, që kryeministri shqiptar do e futi prapë shejtanin në shishe? Kjo është një gjë komplet tjetër që s'ka lidhje me çfarë po flisnim. Jo, patjetër. Unë kam bindjen që është shumë vështirë ta fusë shejtanin në shishe. A do goditet Shqipëria nga Irani, më pyesi në QR kod? Shiko, edhe... Jo, këtu vetëm nga një fjali kullat jemi vonë. Po jo duhet ta sqaroj, sepse pastaj ta keq interpretojnë dhe bën lajme që ti si thua dhe del komplet tjetër. Dakor. Shqipëria, që t'ja shpjegojmë njerëzve, rreziku potencial i goditjes së Shqipërisë është si i gjithë Evropës. Pra rreziku potencial. Por mes rrezikut potencial dhe kërcënimit real ka një rrugë shumë të madhe në mes. Pra rrezik potencial do të thotë që kalon një avion i lartë në ajër, po të bi avioni mbi Tiranë, rrezik na bi këtu te televizioni dhe ky është rreziku potencial. Këtë ka Shqipëria dhe ka që kur i ka sjell Berisha atë Mekut në 2011 në 2012. Isha solli 200. Po çan si ka fillimi. Pastaj erdhën, po domethënë ky është rreziku potencial. Nga rreziku potencial te kërcënimi real ka një rrugë mesme që është një detitor. Që është një detitor. Pra ne kërcënim real nuk kemi. Potencialin kemi pas gjithmonë, por ne faturë financiare për shkak të krizës, sulme kibernetike, këto e tjerë, sigurisht jemi shumë të ekspozuar. Ka asnjë dyshim. Pas sa kohë është thotë Riadi, çfarë emrash? Riadi, çfarë perle. Pas sa kohë është aktivizohet neni i 5 i NATO-s nëse Shqipëria sulmohet? Beri Bushi shkurtimi i Berat Buxhatës. Është sulmuar thuaj 3 herë Turqia deri tash është aktivizuar neni 5, nuk është kaq vëllai të aktivizohet neni 5. Se që ta kuptojnë njerëzit që të pushtohet Irani duhen paktën 1 milion ushtar dhe 1 milion ushtar të përgatitur, nuk është se ka NATO 1 milion ushtar. Ka vetëm?
Po duen gjitha vëndet, se sot ushtri tamam, vetëm Amerika dhe Turqia ka në NATO, kupton? Qartë. Turqia se ka fare ndërmend të hynë luftë, kupton? Pyte pak zotin Kulla, më thot Beri Bushi, sa mundësi ka të goditet xhamia Al-Aqsa? Sepse xhamia Al-Aqsa do të ishte fillimi i luftës civile brenda Izraelit. Izraelit nuk intereson këtë moment që të ketë luftë me arabo-izraelitët. Gentian Brari thot te QR kodi gjithmonë Kulla, mirë mbrëma çani pyete Kullën, a kishe marr malli prodin për zënë Çavushin? Ça perle. Se e pritim duke zani prodin, e mban më Kulla? Ta janë abuzime, hajde. A më ndonjë Se vlen t'i përgjigjim. Po, pra, po. Edhe ti mos i merr shumë seriozisht. Po me dakord me rregull. I marrim seriozisht ata që na ndjekin. Ledio, bëj një xhiro urgjent tek Dorelani dhe pastaj bëjmë pauzë. Rikthehemi prapë me Kullën, se kemi kohë akoma me Kullën, po.